Pa asnjë fije dyshimi tash. Përshëndetje me që dashër, mirë se veni të dam gjithë në analizë. Shkojna me videon e radhës, Armend Muja edhe Çumshti Vita, Ministri Bujqësisë. Kështu që një gazetar, për i thëmë gazetar, se ai gazetar së mund me konë, sepse gazetar i shqitën, mundohet me demantue ministrin me rana, me mashtrime. Mirë po, Armend Muja me fakte, sa i përket Çumshtit Vita. Kështu që miq, shkojmë të ndëgjojmë e lutem, të diskutojmë së bashku, se çfarë ka thonë sot Armend Muja. I trajtojmë objektet e kontrollit. Objektet tona të kontrollit kanë aprovim për aktivitetet të Çumshtit. Dhe pa fije dyshimi tashmë, sepse fillimisht çfarë ka ndodhur është që nuk ka qenë kontestuese fare as nga ata që kanë përdorur vaj palme në produkte që A përsheni mi të dashër, çka jem në gjendje na, si shqiptar, na, nuk po thëmë na, se është fjale madhe, po disa oligarkë me bo vetëm për përfitime personale. Nuk i intereson as muet popli, nuk i intereson as vdes popli, nuk i intereson as një sen për popull, vetëm që të ngritet të bëhet miliarder. Se mu tashmë milionera jonë, po të bëhen miliardera. Ama për popull, zero. U duft 20 vjetë mishtë e dashër, populli im i dashër, me pa se kush është opozita. 20 vjetë u duft me adhon votën me votue, me shkatru Kosovën, me shkatru popullin e Kosovës, është mirim. Populli im i dashër, nuk u zoni me votu dikon që shkatron popullin, që nuk mendon për popull, nuk mendon për juaj, për ju, për fëmijën e juaj. Pse më dhon votën? Po çfarë arsye? 20 vjet u duft lëvizave të vendosje, moni. Tek që tash, ju në zu pak për gjume, po ju halokrit. Sepse Albin Kurti duhet me fitue 70% për me mujt me qitë Kosovën në Terezi. Sepse opozita bashkëpunuse e listës sërbe, që bashkëpunojnë bashkë, se çka po bon, lista sërbe po bon opozita, është të merë edhe në komunët me vepru Albin Kurti. Sepse pengojnë, i ka pengesat, sikur ata hujt e betonit që s'don me shku kërkun me makinë. Po shkojna mi që të gjojmë e lutem e diskutojmë. Sepse gazetari... Në produkte, atë basketit se ke qenë edhe Imran aty. Me çfarë leje Imran aty? Ku i morë të jatë guxim me Imrana kur institucionet jenë konë në nëhetim? Të jetu ata, Çumshtin Vita. Ti si gazetar, kush shtin Imran aty? Po çfarë arsye? Me bo reklama? Me bo dezinformata? E ja pra misë të dashur, ky gazetar tashmonohet me Lesi Qeni. Kishë bëboj diçka. Sepse paguhen nga ta, nga oligarkët. Paguhen nga oligarkët që se intereson fare për popull absolutisht. Sepse tashmo, për lajmëron ministri, që Çumshti Vita u formu, kanë bas, kanë gjetë, vaj palme edhe qumsh plorë. Këto kancerogene për popullin tonë. Shkojnë miq. E ke ditë që qenë Imran aty pas drejt me hi kur është Patjetër. nuk e pas drejt me hi kur bëhet kontroll zyrtar. Ajo ka qenë pengesë e kontrollit zyrtar. Nuk lejohet
Ja pra miq, kjo është ajo që thashëm. Për te fije dyshimit, më leja të informoj qytetarët e Kosovës, Goni. që shtoria vita është konstatuar në disa mostra që përmban ka plasu në treg produkte të cilat janë tregtuar si qumsht, por në esencë përmbajnë vaj palme dhe në rastet e tjera edhe qumsht plor. Pra, kjo është e tëra. Sa i përket çështjeve tjera, ju lutem. Oti gazetari shitën. A pëndëgjën shka thot? Pse po që më plëhen këtë? Plëhen të falma. Apo të kompanisë Vita. Lete kryen ministri, ndëgjoje, deri në fund. Tani, pyte. Po më së mënoti mi tregu ministrit se çka u du me bo. Ajo tash ka qenë temë. E për qa është atë ministri? Për qa ka shku kontrol? Për çka ka mbyllaj firmën? Çfarë gazetari, miq të dashur? Po i gutet vetëm e ditë sa ka pas apo s'ka pas. Që të përgjigje pedon? Përgjigje mur më herët, po s'po i konvenon. Tash po mënohet me shlajfit, po mënohet me qitë kërë efekte. Kishe po thëmë diqka, se u pagu s'ka qare. Në ka qare mi të dashër, se paguhet për këtë punaj. Shkuna me që? E diskutimit të juj, raporti i konstaton në 4 mostra, po 5, që po të konstatojnë, edhe ti tash të më mu, nëse dikush bën shkelje dhe të herë, ako mos i që nëse bën veç një herë shkelje, në do këtë pa pak shkelës. Kjo nuk ka logjikti. Kjo s'ka logjik me që, nuk ka fjalë ma me ven. Ai që i shkel ligjin, si pak, si shumë, po shkel si ligjit. Unë nuk pe kuptoj këtë gazetarët pa shkollë, apo gazetarët qitur, që nashta shkollën e ka, trafikës, por i shitën, mbi gjitha i shitën, si guxon, ku merr këtë guxim me kundërshtu në këtë mënyrë, të i di që ministri po i thot që ka dal 5 mostra qumshti me vaj palme. Edhe qumsht plerë. Çka po do më shumë?